Ungjilli i sotëm tregon një histori të njohur. Një djalë i ri shumë i pasur nga paria e Izraelit i afrohet Krishtit dhe i bën një pyetje shumë të rëndësishme. Mësuesi i mirë, çfarë duhet bëj që të kem jetën e përjetshme? Edhe Zoti i përgjigjet dhe i thotë, pse më thua i mirë? Vetëm një është i mirë, Perëndia. Dhe Zoti i përgjigjet dhe i thotë që të ruaj urdhërimet. Djali i thotë, i kam ruajtur që prej rinjësime të hershme. Në Ungjillin e Markut thotë që Zoti e pa dhe e deshi. Edhe i thatë mungon një diçka. Shite gjithë pasurinë që ke, shpërndajuar të varfërve dhe më diq mua. Pa ai nga që ishte shumë i pasur, i erdhi shumë keq dhe u largua i hidhëruar. E Zoti thotë fjalët e famshme. Është më lehtë që të kaloj një gamile, një deve në vrimën e gjelpërës, se sa i pasur në parajs. Ky është ungjilli i sotëm. Dhe ungjilli i sotëm, si çdo ungjill dhe si çdo pjesë e jetës Krishtit dhe të fjalëve të tij, është një thesar i madh. Së pari, ky ungjill na kujton për përjetësinë, sepse njerëzit e kanë harruar përjetësinë. Gjithë jeta e tyre përqendrohet vetëm në kohën e tanishme, për gjithë problemet që kemi ne sot. Dhe pak njerëz mendojnë për jetën e përjetshme. Madje shpeshherë edhe kur i flet për jetën e përjetshme, qeshin ose buzëqeshin i duket si një prallë, si një diçka që nuk do vi asnjëherë. Shumë shpejt do na vi të gjithëve ne. Jeta e njeriu nuk është shumë e gjatë. Edhe sikur të jetojë 1000 vjet, edhe të ketë gjithë të mirat që kësaj bote, përsëri ajo do mbarojë dhe do paraqitemi para Zotit. E çfarë ne duhet kemi bërë që të kemi jetën e përjetshme? Jeta e përjetshme është shumë e rëndësishme në mendimin e njerëzve. Ju e shikoni se çfarë bëjnë njerëzit për pensionin dhe ju ka përsëritur disa herë. Paguajnë çdo vit, gati 40 vjet disa, e disa e gëzojnë, disa nuk e gëzojnë. Ndërsa për pensionin e përjetshëm ne s'paguajmë asgjë. Dhe çfarë thot Zoti që është pasuria në qiell? Ajo që ne ju japim të tjerëve. Nëse ne do ju japim të tjerëve e do e ndajmë pasurinë tonë me të tjerët, do kemi një thesar në qiell. Por, duke munguar besimi, e duke qenë një besim i pakët, shpresa për jetën e përjetshme pothuajse është shuar tek njerëzit. Nuk po flas vetëm thjesht për ateistët që nuk besojnë, po dhe ata që në vinë kish besimtar, përsëri jeta e përjetshme nuk zë një vend shumë të rëndësishëm në jetën e tyre. Nëse nuk do kemi këtë shpresë në jetën e përjetshme, jeta jonë nuk do ketë gjallëri, nuk do jetë një jetë e plotë. Ju a kam përmendur, ndoshta edhe më parë, në një letër që Dostojevski shkruan miku i tij Majkov, dhe është një pjesë që unë citoj shpesh, nga që është e rëndësishme, i thotë këtë fjalë: shkatërroj njerëzve shpresën në përjetësi dhe jeta e tyre do thahet. E shikoj jetën e sotme. Është tharë, s'kam as jetë kulturore, as jetë intelektuale, sepse të gjitha ato frymëzojnë nga jeta e përjetshme. Nëse ne do kemi në këtë shpresë e nuk do të përpiqemi për jetësinë, asgjë nuk do fitojmë sikur gjithë botën ta fitojmë. Prandaj dhe Zoti na kujton për këtë pyetje. Kjo pyetje që bën ky djalë i ri, dhe është një pyetje shumë e rëndësishme që e bën nga i djalë i ri, sepse ndoshta njerëzit ku i afrohen një moshe të caktuar dhe shikojnë që ndoshta fundi i tyre do jetë afër, edhe mund të mendojnë. Ndërsa të rit nganjëherë nuk mendojnë, duke qenë të ri, i duket pothuajse shumë e largët ose që s'do ndodhin ndonjëherë. Njeriu nuk beson tek vetja, tek vdekja e tij. Gjermanët kanë një proverb shumë bukur, thonë kështu: të gjithë njerëzit do vdesin, ndoshta edhe unë, sepse njeriu për veten nuk e mendon atë, dhe sidomos kur është i ri. Po ky riu i sotëm e kishte këtë problem. Prandaj dhe e pyet Zotin. E Zoti i përgjigjet dhe i thotë: ruaj urdhërimet. Dhe cilat urdhërime, thotë ai? E përmend mos vill, mos vrit, mos shkel kurorën, respekto nënën dhe babain, duhet të afërmi si vendit veten tënde, e gjithçka tjetër që është tek urdhërimet. Dhe ai thotë ato i kam ruajtur që në të rit tim. E Zoti siç duket dalloi diçka që e pengonte atë që të vinte tek Perëndia, lakmia. Sepse Zoti lexon edhe zemrat e njerëzve. Ne ndoshta nuk mund t'i lexojmë. Ne dim vetëm çfarë na thonë njerëzit nëpërmjet buzëve tyre, por nuk e dim se çfarë thonë nëpërmjet zemrës tyre. Dhe për ta shëruar këtë, sepse e deshi,
i thot, shit pasurin, ndaj atë varfërve dhe eja pas mua. Sepse njerëzit shpeshherë kanë disa pengesa që i ndalon të vinë tek Perëndia. Pengesat mund të jenë të ndryshme, mund të jetë pasuria e madhe, mund të jetë pasuri intelektuale, dhe kanë vështirë ta lënë, mund të jenë pasionet e ndryshme, nga të cilët ajo është i varur e nuk mund t'i lënë dot. E të gjitha ajo janë gurë që nuk na lejojnë ne që të vimë tek Perëndia. Prandaj dhe Zoti donte të hiqte gurin e tij për ta nderuar dhe për ta shpëtuar atë, dhe jo për ta dënuar, por nga që kishte shumë pasuri të madhe, ai u largua i dhëruar. Nëse do ishte përgjigjur Zotit, ndoshta do ishte një nga apostujt sot. Do ishte një emër i nderuar që do nderonim vazhdimisht në përbreza, ndërsa sot nuk e dim as emrin e tij, sepse nuk ju përgjigj thirrjes së Zotit. E nuk ju përgjigj as dëshirës së tij thellë për ta bërë atë gjë. Dhe në Ungjillin e sotëm ka dhe diçka shumë të rëndësishme për jetën tonë. Ai thot mësuesi i mirë. Dhe Zoti i thot, pse më thua i mirë? Vetëm një është i mirë, Perëndia. Përse Zoti i tha këtë fjalë atij? Pikërisht sepse ndoshta ai mendonte që ishte shumë i mirë. Siç mendojnë pjesa më e madhe e njerëzve sot. Gjithë mendojnë se janë të mirë, që janë të tjerët. Vetëm shenjtorët nuk mendonin që ishin të mirë, sepse ata shikonin thellë brenda shpirtit tyre. Ndriçuar nga shpirti i shenjtë, ata shihnin njollat pafundme brenda shpirtit tyre dhe prandaj ishin të përulur, e nuk e quanin veten për të mirë. Dhe Zoti pikërisht donte ta bënte atë të estëll, për të kuptuar që vetëm Perëndia është i mirë, nuk jemi ne. Dhe i drejtohej Krishtit si mësues, jo si Perëndi. Prandaj dhe Zoti i thot atë fjalë atij, sepse kuptoi në shpirtin e tij disa gjëra të cilat e pengonin realisht atë për të fituar jetën e përjetshme. Ndoshta krenaria, që mendonte se ishte shumë i mirë, dhe lakmia brenda për pasuri. Prandaj gjithmonë kur flasim për Perëndim, duhet kuptojmë këtë gjë. Perëndia na done jo sepse ne jemi të mirë, po sepse ai është i mirë. E na përkrahën në mbështet jo se e meritojmë, po sepse është zëmërdhëmshur. Këto fjalë përsëris shpesh sepse janë të rëndësishme. Nëse ne mendojmë vazhdimisht se jemi të mirë, do thotë që s'e kemi njohur veten tonë. Nëse një njeri njeh shumë mirë veten e tij, nuk do gjejë gjë për të qenë atje krenar. Dhe atëherë do e doj Perëndin ai. E do kuptoj se nga çfarë ka shëruar dhe shpëtuar Perëndia. Prandaj shenjtorët e donin aq shumë Zotin, sepse e kuptonin se nga çfarë i kishte shpëtuar. Shpëtimi nuk është një thjesht diçka teorike. Shpëtimi është një veprim konkret dhe personal. Çdo njeri le të mendojë nga çfarë ka shpëtuar Perëndia atë që e quajnë Zotin shpëtimtar. Nëse do e kuptoj këtë gjë, do e doj Perëndin, e do njohë veten e tij, e do kuptoj që nuk është i mirë. Sa më shumë ndriçohet njeriu nga brenda, aq më shumë e kupton ai sa njolla ka brenda shpirtit të tij. Prandaj dhe jeta e njeriu është një përmirësim i vazhdueshëm. Dhe nëse ne nuk do japim gjithçka tjetër që na pengon për të shkuar tek Krishti, nuk do shkojmë dot atje. Zoti na kërkon këto gjëra, jo se ka nevojë ai për këto, po do që të heqë çdo pengesë që kemi ne, për të shëruar çdo smundje që mund të jetë në shpirtin tonë. Tregohet një histori shumë e bukur për shërnian për dëllimtarin Patrikun e Aleksandrisë, një nga shenjtorët e mëdhej dhe një nga bamirësit më të mëdhej që ka qenë në historinë e krishterimit. Çdo gjë që kishte ai ju jepte të tjerët. Dhe njëri vjen për vizitë një peshkop me emrin Troilus, dhe ky e thot, hajde dalim thot një shëtitje nga Aleksandria. E duke ecur, erdhën pranë një spitali, tha, le të shkojmë të vizitojmë këta të smurët. E duke vizituar të smurët, pa njerëz shumë të varfër me sëmundje, duke lënguar e diçka tjetër, dhe i thot, kam harruar të kem disa para me vete, thot, sa ke? E thot, kam 30 monedha të arta. Mi jep thot se kur të shkojmë në Patriarkan, do t'i jap përsëri. Ja mori ato dhe ja ndau të gjithë të varfërve. Kur u kthyen në Patriarkan, Patriku harroi siç duket, ose e bëri me qëllim, dhe nuk ja dha. Troli shkoi në shtëpinë e tij dhe filloi të smuret, duke menduar si humba unë këto monedha, nuk e zinte as gjumi, dhe ra aq shumë sëmur në shtrat sa që me zor ngrije. Dhe Patriku dërgon disa njerëz duke i thënë, merreni dhe ma sillni tek unë. E sollën tek ai ishte i lëkshtuar, i vrentur, i zëmruar, sepse kishte humbur gjithë ato para. Dhe Patriku e jep dhe i thot, merri thot këto para, sepse harrova të jepja kur isha.
Dhe atë natë ai pa një vizion, një ëndër, sikur ishte në parajs, e bukuria e jashtëzakonshme e parajsës. E duke parë shtëpitë mrekullueshme pa njërin që u afrua se ishte shumë e bukur dhe kishte një tabelë që thonte kjo është shtëpia e përjetshme e Trojlës. I gëzuar donte të hynte, po një ëngjëll e ndaloi dhe urdhëroi një tjetër që hiqen edhe tabelë e thoni kështu: kjo ishte shtëpia e përjetshme e Trojlës, po u ble nga Johani për 30 monedha tarta. U zgjua, e kur u zgjua, ndryshoi. Gjithë pasurinë që kishte filloi ta ndante të gjithë tjerëve, dhe gjithë jeta e tij mori një kuptim sepse preku përjetësinë. Ne nuk ndryshojmë shpeshherë se nuk e kemi prekur përjetësinë, po fokusohemi vetëm në kohën e tashme, në kohë të përkohshme që shumë shpejt do kalojë. Dhe çfarë ndodh? E ndoshta duket si paradoks. Njerëzit që shikojnë kohën e përkohshme pa dimensionin e të përjetshmes, as te kohë nuk e gëzojnë. Gjithmonë janë të friksuar. Miku mosha, u plaka, po më afron kjo, miku pasuria, gjëra të ndryshme që mund të ndodhin, nuk e gëzon as këtë gjë. Ndërsa njerëzit që shikojnë kohën e përkohshme në dimensionin e kohës përjetshme, e gëzojnë edhe këtë, sepse nuk kanë shumë shqetësime dhe merakje të ndryshme. Shqetësimi e shkatërron njeriu. Edhe filosofët, jo vetëm thjesht feja, po dhe filosofët të ndryshëm thonë që burimi i gjithçka të keqe është pikërisht shqetësimi. Njeriu shqetësohet për çdo gjë, shqetësohet sepse ka frikë e nuk ka siguri. Nëse do ketë dimensionin e përjetshme, nuk do ketë aq shumë frikë. A nëse do doj Perëndin, padyshim që nuk do ketë frikë. E ku nuk ka frikë, do ketë paqe, do ketë gëzim e do ketë dritë. Amin.